Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderimi të kanë Allahut azza wa jalla, të falenderojmë prej ti ndihme dhe falje kërkojmë. Selavatet i ja dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu poshtë jemi duke folur në kapitullin e agjerimit dhe herën e kaluar e përmendëm se nëse shifet hana në fillim muin Shaban, nëse shifet hana e re prej një personi në saktën fjalë, nëse shifet prej një personi i sigurt, i mirë, i devotshëm edhe i ka ato tiparet e mira, i drejt, shifet hana atëherë mujna jo po fillohet agjerimi, muji i Ramazanit fillohet mu agjeru. Dhe unë bështetëm në ato që i përmendur cilat janë mëdhebet, dhe unë bështetëm në fjallën e Ibn Omerit, në hadithin e vërtet që Ibn Omerit thot, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dolën me shiku hanën që me kyr ishmin Shaban, apo ja fillojnë, apo shifet hana e re ajo që m'ja fillu Ramazanit, dhe ata unë e pash hanën e re, ja qova lajmin pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe pejgamberi dha urdhër për me agjeru. Pra ishte veç Ibn Omeri dhe me një njeri u plotësu dhe fillu me agjeru dhe tha me një njeri mjafton. Ndërsa në fund tash, në fund Ramazanit ku t'i vjerandi, në fund Ramazanit sa prej njerëzve duhen me pa sa prej njerëzve duhen me pa hanën që mu llogari që kry Ramazani. Dhe dolëm Shawal, sa prej njerëzve do të me pa? Thonë drejten pjesa dërmuse e djetarve kanë thonë se nëse janë për me pa qyshke, një, në saktën fjallë. Për me a fillu mujtë Ramazanit. Për me përfundu dhe me dalë në mujnë Shawal, nëse shumica djetarëve thanë, nëse dy burra të drejt, të mirë, sinqert, jo gënjeshtar, musliman të mirë, nëse dy burra e shohin, atëherë kryhet muji i Ramazanit. Nuk thanë me një, por thanë me dy. Dy burra me pa hanën e re, për më llogari se është kry Ramazan. Nashta me këto së shpajtu në Hazme Butheuri edhe pak për i djetarve. Mirë po, shumicët në kështu, dhe argumenti shumicës së djetarve. Nga ajo se nëse dy burra e shofin hanën e Shevalit, kryhet muji i Ramazanit, unë mbështetën në hadithin që vjen prej Abdurrahman ibn Zejdit ibn al-Khattabi, që tha se tha pejgamberi a.s. sumu li rëjetih, jo nis një agjerimit kur ta shif një hanën, wa aftiru li rëjetih, edhe kryne mujnë e Ramazanit kur ta shif një hanën e tjetër të Shevalit. Sheval është muj që vjen pas e Ramazanit. Të të wënsiku leha, fe në gamme alejkum fe ekmilu 30, e pastaj të kur i ka fundi Ramazanit, këshëne, për cilë në hanën, mos për shif një hanën, po nëse ju rastis të pejgamberi a.s. me pos mjegullira, me pos re, edhe mës me mujt, ose re, mjegullira, najshima, dhe nuk po shifet hana, atëherë tha pejgamberi a.s. plëtsëne Ramazanin me 30, plëtsëne me 30, dhe ma shumë se 30 s'ka Ramazan. Tha plëtsëne me 30, fe në shahid e shahidani fe sumu wa aftiru. Edhe një sen tha pejgamberi a.s. kur të dëshmojnë dë njerëz, kur të dëshmojnë dë, me të fillan e mujnë e Ramazanit, me të mbaran e mujnë e Ramazanit. Nëse dë kanë dëshmu se në fund Shaban është muji para Ramazanit. Nëse dy burra dëshmojnë se e panum hanën
fillan ja me agjeru. Tashti në fund Ramazanit, për muin që vjen pas Shevalin, tha, nëse 2 burra dëshmojnë që e panëm hanën e Shevalit, tha, atëherë mos agjeroni mo. Mi po që kjo 2 me 2 i lidhi, a na porzi që ka thamë? Se e sakta është me 1 fillan, tu po thot 2 me 2. Kjo ka fole për gjithshme, e që e nxjerr në fillimin me bon me 1, është hadith ibn Omerit, që përmendëm, hadith ibn Omerit që tha, unë e vetë e posh. Pra ai e nxjerr fillimin dhe mbarimi mbetet që tha pejgamberi alayhis salatu wasalam. Mbarimi mbetet se për mbarim s'kemi tekste tjera që me zbrit, e për fillimin e pas kemi tekstin për me zbrit. Pra me këtë është argument i qartë që e thash, dhe kë e ka sjellë Imam Nesaiu, Imam Ahmedi dhe të tjerë, dhe është i vërtet në zinxhir. Pra dhe tash u kuptu kështu, unë përsërit i kanë tru më na ngulit në krynive. Jena një muj para Ramazanit, e shef një njeri i sigurt, besnik, i sinqert, musliman i devotshëm, e shef hanën eri fillan muj Ramazanit. Në fund, 2 qasi njerëz sinqert, të mirë, të drejt, devotshëm musliman, qysh i ka thonë, qysh ka kërku Zoti dhe pejgamberi, janë 2 qasi musliman e shohin, atëherë mbaron muj Ramazanit dhe jemi në mujnë e Shevalit. Kështë të konkluza deri këtu. Mirë po, nëse rastis për shembull si në fillim me po një njeri, si në fund me po një njeri. Mirë po, çka me bon që atje në fillim na tha me 1, në fund me 2. Po ta çka mi bon një njeri që ai vërtet e ka po. Edhe ka po në fund, në fillim, por e sheh edhe në fund. Por problematika është se ky njeri njerëzit nuk ja morën fjalën. Që ti çka mi bon? Por që ka thamë? Po është i sigurt, i sinqert, muslimani i devotshëm, i plotson kushtet kërej, s'dëshë kërkosh në tonë, e morën edhe ja fillojnë. Po çka më bon që çete ky të njoni, s'po i plotson ashta këtë kushtet. Kanë gjetë në i vrejtje diçka. Për shembull, ulemoja ati vendit, kanë gjetë në i vrejtje diçka, edhe të njëllë në vejtë, thët, e kum po, valla kum po, po ti, të kum po që nuk je bash, kështu, edhe si ja morin fjallën. A i musliman është, po nuk ja morin fjallën, po çka me vod është kjo? Këtë burë në i herë, nashta kum karshitën e kum gënyu, a mo i sinqert bë jam që të, dhe po çka me kum të besu tash që të i sinqert? Kur ti një herë ke pas gënyu, ose, diçka, Allah, a i s'ka dollë për dinit, musliman është, po jo i ti parëve që shkërkohet për me dëshmu. E që kështë ka me bo tash? Kë vetë që ka me bo? Se Allah anë bani që ka dëni, po unë pigrohi vetë, po. Që kështë ka me bo? E djetarë për tonë kanë hesin, disa fjallë, më thonë drejten, prej tyne, disa prej djetarëve këtë thonë edhe qka? Ti jemi që si plecëve kushtet taman. Ti nuk i plecëve taman ku, musliman je, po ti e pe honën, po dikush jashtë teje nuk e po, në qatë vendin, shtetin ku je, atëherë ti agjerë për veti tinza, nësi agjerimi tinza, por dhe nëse të rastis ti me qitu tipare që ka i ki, me po honën e Shevalit, që a melon, a mës melon, mujnë e Ramazan, a përfëndaj, edhe atje nëseshe, ti nësja tinza, ditën e para gjerëje. Mos u përzime njerëzit. Ata të një valla s'po të besojnë aty, pelojnë ana, shylmi nesër për plëtsojnë a 30 për i bojna. Anë ju plëtsojnë, po këta djetorë të unë pjanisi tinza vetë. S'pe bajtë modhe, pjanisi. Por edhe nëse eshe atje në Shevalin, qaj përsen, apet si ja morin fjallën, thët, jo të vazhdane hane, vazhdane agjerane, unë për veti pe ho. A më tinza, që mos më bojë modhe në sytet njerëzve. Kjo është mendim me dhebi Shafi'i, thonë drejten, edhe Ibn Hazmi e kanë ndjekë si mendim, po një për mendimeve të Imam Ahmedit e kanë marrë që thonë. Dhe të ku po mbështetni në fjallën e Allahut, fe men shahide minkum shahra falyasum, kush për juve e shehanën le ta gjeran. Po mbështetni që ta jetë. Okay. E para, të dy të thanë, ati që është tanë, ti kur ta shish fillimin, me që kënë transmitimet me njën fillim. A ke qështu? Thanë atëherë, ti kur ta shish në fillim,
Ti peshet tjerë s'peshojnë, po ti s'po i plotëso kushtet që me lajmin tanë mja nis këtë shteti me agjeru, atë ti agjera për vete, ama kur është puna për me prish, ti agjera nas pjanismi edhe pak. Ama kur është puna për me prish, edhe kur është puna për më llogarit që këna hyn sheval, atë ty s'ta morë me fjallën. Pse? Se ashtu kështu për atje, do të me ko dë me hadithet që përmendë. Me hadithet prejmë. Atje do të të janis tinza, thanë tinza, agjeraje ditën e parë, për që mësë më bo fesot i madhë, ndërsa, kur është puna për me përfundu, thanë nuk të vlenë fjalla jote edhe ti, zban me prish. Ti mund mjanis një ditë më herë tinza, për me prish atje, jo, dhe kjo është mëdhebi Ebu Hanifes, Imam Malikut, edhe imam një për fjallëve të Imam Ahmedit. Tjerë thanë, ati qysh, ti përdeso a jenë një përsen, nuk je bashkë i drejtë. As nuk i të drejtë mjanis, as tinza, as patinza, as haptas, as tinza mjanis a gjenimit, por as nuk i të drejtë me përfundu. E qka me bon, ti hecë qysh hecë populli. Hecë, qysh hecë populli se si ki plëcu kushtet. Atër ti dosh me hecë qysh hecë krejt populli. Pse kështu? Se ta pejgamberi a.s. ka thonë, saumukum jaume të sumun, ju agjerani kur populli, kur të tjere të agjerojnë, wa fatarukum jaume të ftirun, edhe ju me prish mujnë e Ramazanit, është kur ta prishin të tjerët. Kur ta prishin. Pra nga kë hadith, ja ban me shenjë që qysh ta është gjemoti, qysh është populli, qysh hecë, që është hecni edhe jo. Për këtu janë mendimet që janë sirë të këtë djetarët për personin që e ka po veç vetë dhe s'pja morin fjalët të tjere. Ndërsa, nëse duna me këshysi si medhebe, thash medhebe Hanefi, edhe si medhebe edhe medhebe Maliki, edhe një fjallë me Mahmedi kanë thonë, ti që atë kure pove tinza vetë, agjeraje, populli si janis me fjallën tënde, ndërsa me përfundu ju, do është më shku që shes popullata. Këto janë. E pastaj pejgamberi, ose transmitimet, ose çështja është ardhur, se nëse rastis për shembull ku kem të Shabani, të muji Shaban. Nëse rastis për shembull e përmendëm më herët, jena në 29-ën. Në 29-ën duhesh me dal, në 29-ën duhesh me dal me pohonën. Po që ken mjegullira, çka do të me bo? Kur ka kësi mjegullira, atëherë vetëm plëtsuhet, bëhet 30. Bëhet 30. Qashtu është edhe për Ramazanin. Nëse në natën e 29, dalin ata që shikojnë hanën. Dalin dhe nuk e shufin hanën e ri, shifet hana, ose ka mjegullira, ose ka rent shumëta, nuk shifet, atër edhe muji i Ramazanit plësuhet dhe bëhet 30. Tamam? Kjo është ajo. Pastaj për përmenim të çështje të fikut, janë pak më të rënda, derisa të dalmi prej ato ku janë tani pak më të lehta. Veç pak. Mi po a kanë diskutuar edhe çështje dietare të këtu, se nëse njoni prej njerëzve, po që është në natën e 29, por tashti që të natën e 29, a ban, une hina në dyshim tashti, janë Shaban 29, hina jemi në dyshim, a thunë nesër, është muji Ramazan, apo nuk është muji Ramazan. A ban tashti une me agjeru, të nesër me në të agjeraj, se më ka orë dyshim, nuk për di sakt, a është nesër Ramazan, apo jo, si dyshim. Djetarët kënë tajtu që këtë qështje pak si shumë, unë për përmendin është një për fjallëve të tyre, ma e njoftëra, pjesa shumica e djetarëve, kënë shku nga ajo se, nëse është jemi në Shaban,
nota, se fillimi në përmena në fillim regullin, se bëhen 30. Mirë po, nëse njoni e ko si dyshim, valla nuk përdi sa komën si nesër, është Ramazan. Shumica e djetarëve kanë thonë qëtu se, nëse është ditë e dyshimt, nuk agjeruhet. Nëse është ditë e dyshimt, nuk agjeruhet. Shumica e djetarëve thanë kështu, as nuk e agjeron si obligim diçka, pa as nuk e agjeron si vullnetar. As si obligim, as si vullnetar. Për shkak se disa, që do t'i përmendemi në vazhdim, kanë thonë se me agjeru si vullnetarisht, ose ihtiyatan rast rezerve, që pe agjeraju në nesër, tani ka mesi ditës nesër, nëse mirët vesh, që është Ramazan, e vazhdoj. Nëse s'mirët, kur gjo? Djeto shumica thanë asajo nuk ban, nëse jena një natë para mujtë të Ramazanit. Ku po mbështeteni? Thanë se, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ash-shahru 29 lejle. Muji i ka 29 ditë. Fela tasumu hatta tarawhu. Mos ja nisni me agjeru pa e pohonën. Sikur pejgamberi alayhi salatu wasalam na boni si të preme. Mos ja nisni me agjeru pa e pohonën. Fa in ghamma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Nëse ju ngatrohet juve për shkak se s'pomoni me pohonën e ri, për shkak rreve dhe trubullirave, shirave sene, atër plotësoni 30. Ky hadith e pren më të qartë e ban se ja pianismi nuk po baj kam janis, as me të hajt pianisin një ditë më mirë, t'jam më i sigurt. T'jam më i sigurt një ditë përpara pianisi agjerimit, as nuk të ka për vullnetarisht, nuk po baj ka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe hadith tjetër që vjen për Ebu Hurajrës, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, la yataqaddamna ahadukum Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn. Tha pejgamberi alayhi salam, mos i paraprini mujit të Ramazanit me një ditë agjerim ose me 2 ditë mos i paraprini. Illa yakuna rajulun kana yasumu sawma. Vetëm nëse ban përjashtim tha pejgamberi alayhi salam, veç nëse është një njeri që ka qenë që ka agjeru për shembull një ditë po, një ditë jo. E kjo një ditë po, një ditë ju, ja ka zatet në qëto, ose ja ka rrug 2 ditë para Ramazanit, ose një ditë para Ramazanit. Veç nëse ke qenë njëri i tillë, po, për ndryshe, në këtë hadith, tha pejgamberi, mos i paraprini mujit të Ramazanit me një ditë, ose 2 ditë agjerim. Është një përjashtim tjetër, një hadith që ka sjell Muslimi, ban përjashtim edhe një tjetër, këtë së shtartë, ajo është se mon me agjeru një ditë për para, ose në ditën e dytë për para, nëse të kanë mbetur bërç i vitit të kaluar. Nëse të kanë mbetur bërç i vitit të kaluar, dhe ke qenë në zonë, dhe ke qenë me punë, dhe të ka dolë menës, dhe, dishka arsye, atëherë të kanë mbetur kur që, kam ja fillu agjerimi, edhe një ditë 2 pianiska. Po pejgamberi alisëm ka thonë një ditë 2 bës janisni, mos agjeroni një ditë 2 para Ramazanit, dërsa ati i kënë me të bërç. A i ka gabu se ka me të bërç. Bilin njoni, këthejme të kënjerë, a i ka gabu që ka me të bërç, edhe pse ka veç një ditë para Ramazanit, ose veç 2 ditë, i lejohet dhe kërkohet me agjeru ditën që i ka mbetë. Edhe pse është veç një ditë për para Ramazanit, ose veç 2 ditë. E me bovakia në njonit, kur t'ja nis ditën e parë të agjerimit, të mujit për shembull, ose që na hin këtë muj, ditën e parë kur ka hin, ju ka kujtu ku, e pas lon një ditën e, pas na harru një ditë që ka pasmet kesh një herë smutë se agjerova në vitin e kaluar. Çka do të më bëj kë? Ky person kur të kalohet muj kërrejt që në ton, mas Ramazanit, e ban kazo atë ditën e Ramazanit të kaluar. E ban kazo dhe një herë të ban edhe kefaret pse ka vënë. Shpagim pse ka vënu. Edhe agjerim, edhe shpagim 2. Si denim pse ka vënu ka shumë. Sa është kë shpagimi, kjo është e ushqen një të varë për kjo shtesë. Ndërsa, në këto hadithe që përmë, pasaj tha pejgamberi alayhi salatu në hadithin që vjen për Ammar ibn Yasir, tha, men sama al-yawm alladhi shakka fihi qad asa Aba al-Qasim, nëse ndonjëri për juve e agjeron një ditë që është i dyshimt. A është dita e Ramazanit, as është, tha, e ka mohu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Kështu tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, pastaj më nis me agjëru, edhe kjo është teprim, me thonë hajde unë të sigurohen ata agjëra një ditë përpara, është teprim e pejgamberi ka ndaluar në teprimin në fe dhe argumentet e tjera, por më rëndësi kjo është mendimi i shumicës e dietarëve që nëse njëri një ditë përpara ose 2 ditë përpara, 1 ditë përpara, dëm ja niset më mirë për agjëroj për shkak dëshimit, shumica e dietarëve thanë nuk ban as me agjëru si farz, as si nafile, as si rezervë, nësë njëna nuk ban, kjo është njëni për mendimeve, ka dhe tjera i përmen me hereve të tjera, lusmi Allah të në fort në mshirën, janë pak temat të randa thash, për janë qështë të fikut, më po du me dalë kata për me kalu në temat të më të leta, lusmi Allah të në fort në mshirën, lusmi Allah në zëgjel, me pejgamber në gjenetën e takon, vë alhamdulillahi rabbil alamin.